Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV. Do të flasim tani për Kesin, Inën, Stelinën dhe unë e them trekëndshën e Bermudit. Ju dini shumë bukur që Stelina dhe Ina janë banori vetëm dhe që të dy vajzat duhej sonte që të rinë pranë gongut të buxhetit dhe po bisedonin. Normalisht biseda e tyre është Kesi, Ina më duket pak më e qetë në këtë mes, por Stelina më duket pak më agresive, do të thënë duket pak më inaçore në raportin mes marrëdhënies që ka Ina dhe Kesi. Banorët janë shumë entuziast, por më entuziast është publiku jashtë. Normalisht që publiku do bënte gjëra shumë interesante. Sot inteligjenca artificiale është shumë afër nesh dhe ne mund të modifikojmë gjëra shumë interesante. Pasi që të dy gocat grinden, publiku ka frikë që do fitoni treti, pasi që dy grinden keq, fitoni treti, por nuk dihet, domethënë. Ina dhe Stelina të veshura me fustane të bardha dhe Kesi me kostumin e martesës. Çdo herë në Big Brother është bërë një dasëm, domethënë çdo vit në Big Brother kanë kënduar, kanë kremtuar, janë argëtuar banorët duke manifestuar dasmën që është bërë në shtëpi. Dhe që në momentin e parë publiku ka vrarë mendjen se kush do të ishte çifti që do të sillte dasmën në qendër të vëmendjes. Fillimet e para ishin Miri dhe Selina, por pasi që Miri tha që unë e shoh si gocën time, menjëherë iku mendimi dhe normalisht fansat nga jashtë kanë bërë një foto shumë të bukur, një foto që ju e shikoni gradualisht. Kesi, Stelina dhe Ina të tre bashk, dy vajza të veshura me fustan të bardhë dhe një djalë i veshur me kostum dhëndërie, do martohen brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në fakt do të ishte diçka shumë e çuditshme. Ne e dimë që dasma është thjesht një moment i improvisuar, nuk është një dasëm prej vërtetit që ndodhen brenda në këtë shtëpi dhe në fakt do të ishte shumë interesante në qoftë se do të kishim shikuar dy nuse dhe një dhëndër, edhe sikur ta bënin për humor do të ishte diçka fantastike. Unë e di që kjo gjë nuk ndodh, se tani Ina ka marrur atë rolin e dashnores, Stelina ka marrur rolin e gruas, ndërsa Kesi është ai burri që ka mbetur mes të dy grave dhe me patjetër që nuk di se nga t'ja mbaj. Unë e di që nuk do ndodh, por me raportin që në fakt Stelina po krijon, që po bëhet shumë histerike, domethënë po mban shumë inat në raport me Kesin që e bën këtë punë ndërhiqe penin e mos e kput, unë mendoj që është në rrezik nga Ina dhe në qoftë se Ina ka hyrë me qëllimin për t'ja marrë Kesin, ajo do të arrijë qëllimin e saj edhe do ta merr Kesin nga duart e Stelinës. Si mendoni ju? Mund të ndodhë që dasma të bëhet mes Kesit edhe mes Inës, por çfarë do të ndodh me Stelinën? Se për shembull Stelina edhe në gjatë kohës që po rinin në dhomën e le të themi në dhomën e surprizave për buxhetin, ishte shumë e vështirë marrëdhënia e të dy vajzave. Nuk mund të them që këto të dy gocat munden të gjejnë paqe apo të shndrohen në shoqe. Dua të marr mendimin tuaj.